Video 56. Memli Krasniqi. Numrat i kemi sepse matematika është kokëfurt. Nëse LDK i ka 19 deputet që votojnë qeverinë e opozitës të kaluar, atë numrat i kemi, sepse bëhemi 5-1. Edhe unë e marrë përsipër me pas edhe 10 vota tjera nga partitë minoritare, po jo nga lista sërbe. Kështu që matematika është shumë e thjeshtë. Numrat janë nëse ka vullnet. Nëse s'ka vullnet, numra s'ka kur. Këta pëtojnë bjermi 19 vota. Une e bëj qeverin. Qysh e bëj une i siguraj dhe votat të tjera. Duke qenë shumë i kujdesshëm, me respekt për tavolinat private diskutimi që i kemi dhe mohabete që s'du t'i shtrojmë publik për shkak të korrektësisë me gjitha palët, më lejoni të them se e para nuk parapëlqej këtë logjikën mi sjell në më të numra, unë bëj çka duhet më pas se bëjmë qeverinë, sepse kështu s'funksionon politika, nuk është një vagon. E dyta, le të themi kështu shumë qartë. Për Partinë e Re Demokratike, pra për Partinë e Re Demokratike flet Emilia Rexhepi, jo Memli Krasniqi. LDK-ja e merr si deklaratë zyrtare deklaratën e kryetares së Partisë së Re Demokratike. Për IRDK-n Elbert Krasniqit flet Elbert Krasniqi. Nuk mund me fol Memli Krasniqi. Memli mund me fol për 24 deputetët e PDK-s. LDK-ja në analizën, në vendimarrjen e vet, bazohet në deklarime zyrtare të dy kryetarëve të partive, që hapër thojnë që ne kemi vota vetëm për qeverinë e lëvizjes vetëvendosje. Ka që është të thjeshtë. Por matematikisht nuk kemi vota në bazë deklarimeve zyrtare dhe ne nuk mund të le të themi futemi në plane të tjera duke e abstrahuar deklarime zyrtare të kandidate. Po le të themi që po futemi. Le të themi që disi po na i merr mend edhe kështu si vagon 19 deputet ja ku i bën çka dush, që s'do ndodh, natyrisht se s'ndodh mas një parti. Po të ishte vërtet kështu, unë i ftoj këta që pas nesër në seancën e radhës, me 61 vota, ta rrëzojmë mënyrën e fshetë të votimit, ta votojmë me 61 vota kundër Albolena Haxhiën, sepse më pas kur e voton kundër me 61 vota nuk rikandidon, pra të shfrytëzojmë këtë 61 vota. Vetëm mos më thonë që i kemi votat për qeverinë, e nuk i kemi për kuvend, sepse më ngjason më pas me deklarimin e lëvizjes vetëvendosje, e cila disi na thot, shqyqoni kanë votat për qeveri, po si kanë votat për kuvend. Në qoftë se ke vota për qeveri, dhe ta themi shumë qartë, fare breskore si kush është kryetari i kuvendit. Qoftë se do në bësh qeveri me shumicë, dhe i ki 61 vota, dhe i sigurt për 61-shin, nuk mërzitesh kush është kryetari i kuvendit, e bën qeverinë. E vërteta vetme në Republikën e Kosovës është që s'ka shumicë politike. Ka dy mundësi rrugdaljes në bazë të deklarimeve të partive politike, sepse këto du të matën, një mohabetet e kafeve, as pazare që nesër mund ndrojnë, se me pazare së mbërë jashtoj që nesër edhe ndronë anë, merë dhe një deputet vetëvendosjes, pa ashtu s'du të bëjt një qeveri unë. Sepse më pas bët e vështirë mirë mbajqme për pa kohë, e pa denjë. Pra në rrethana të tilla, ne du të jemi të vetëdijshëm për dy alternativa. E para shkuarja në zgjedhjet jashtëzakonshme, që duket se është e pashmangshme, tani koha kur shkojmë në zgjedhjet jashtëzakonshme është diskutabile. E dyta, zgjidhja është LDK-ja, sepse kur po më thonë bën institucionet, se je përgjegjës, ka vesh një rrugën me bën institucionet, me shku, me ju përgjigj, me ju kthy rip pozitivisht ftesës së lëvizjes vetëvendosje, dhe kështu e krijojmë një